Përshëndetje, mirë se erdhe përsëri në këtë video për t'u shpjeguar për çakrat. Kur çakrat janë të bllokuar, çfarë sëmundje krijohen. Dhe po e them shpejt e shpejt që të keni një lloj udhëzimi. Në çakrën e tokëzimit, çakrën e parë që është ana seksuale, femrat vuajnë nga mitra, kanë probleme shumë të rënda me mitrën, dhe në anën e mashkullore të njëjtën gjë edhe meshkujt. Pra, kur bllokohet kjo çakër, neve kemi probleme të tilla. Në anën e dytë, do më thënë çakrën e emocioneve, neve sëmundje që krijohen aty është zor e trash, është dhe kanë shumë probleme shumë njerëz, kur bllokohet, dhe zor e trash kur bllokohet arrin dhe në depresione të larta, do më thënë si për anën mashkullore dhe femërore. Mblidhen aty emocionet. Dhe njëkohësisht të dhëmin të gjitha pjesët e barkut. Aty krijohen sëmundje që janë të shumta atje në lidhje me sëmundjen e zorëve, me sëmundjen e ulcers dhe të gjitha këto pjesë që afrohen te stomaku. Pra, çakra e stomakut, çakra e diellit, kur është egoistike, kur nuk është e çbllokkuar, sëmundje që përballesh ti aty janë kancer në stomak, mund të jetë ulcer, probleme që ke dhimbje tërkohën me stomakun, do me thënë të krijohet një ulcer e fuqishme sepse ti ndihesh i pamjaftueshëm. Te çakra e zemrës është njerëzit që kanë dhimbje zemre, njerëzit që u krijohet ataku, është sepse kjo pjesë e çakrës së zemrës është dhe e mushkrisë që krijohet pneumonia, e të gjitha këto dhe kanceri në pneumoni vjen nga mërzitjet që i marrim gjërat personale. Dhe kthehemi te çakra e grykës që është e shprehjes, vuajnë njerëzit nga tiroid si meshkujt dhe femrat, kur ti je shprehur më shumë se ç'duhet ose nuk je shprehur fare. Pra, nëse njerëzit vuajnë nga tiroid, do të thotë që kjo çakër ka qenë gjithmonë e bllokuar. Ose ka folë më shumë se ç'duhet, ose nuk ka folë fare, i ka mbajtur gjërat të ngulitura atje dhe nuk i ka thënë të vërtetën vetes. Te çakra e syrit të tretë është dhimbja e kokës, është njerëzit që vuajnë nga migrena, nuk e dëgjojnë intuitën e tyre, po tërhiqen nga nervi, tërhiqen nga mendimet e shumta dhe nuk e dëgjojnë, dhe kjo çakër bllokohet sa herë ti ke filluar të kesh probleme me migrenën dhe njëkohësisht ke probleme me artitën, me gjendat nyjore, do të thënë ti ke probleme me trupin, ti ka lidhje me nyjet. Pra të dhe artita, këto fillojnë edhe ty të krijon një problem shumë të madh, sepse ti intuitën nuk e dëgjon dhe mos dëgjimi i intuitës krijon një bllokim i çakrës së tillë dhe ky bllokim pastaj krijon këto sëmundje. Çakra e fundit që është lidhja me Zotin, që ti ndihesh, mund të kesh dhe gjitha, po nuk dihet asgjë, nuk je mirënjohës, nuk i ke vlerësuar gjërat, ti fillon të kesh shumë sëmundje aty. Mund të kesh sëmundje kanceroze, mund të kesh sëmundje tumori të kokës, sëmundje dementia që fillon truri dhe humbet probabilitetin e një rritje të tij. Me pak fjalë, siç e shikoni, unë dash një shpjegim shpejt e shpejt të pak sëmundjeve kur krijohen, kur ne i kemi çakrat të bllokuara. Dhe ta dini, pas çdo sëmundje është një emocion, dhe pas çdo emocioni është një çakër që nuk është bllokuar energjia. Pra, është shumë e rëndësishme që ju të kuptoni se sa të lidhur jemi në me energjinë, atë që themi, atë që mendojmë, e bëjmë ndjenjë dhe ndjenja pastaj kthehet në një veprim dhe veprimi bëhet fati jon. Kjo është më së vërtet. Që të duash veten është një rrugëtim, nuk është një destinacion. Dhe sot ne kemi filluar pak e pak për të hequr, si thua, ç'bllokime dhe të mësojmë. Dhe duke mësuar, pastaj secili nga ne vendosim se ç'është e mirë apo e keqe për ne. Namaste. Uroj të kenë ndjetur tamam kjo. Më shpëtuani.